Do të vjojmë të ndalemi në këtë çështje diskutimi ku për këtë moment më janë bashkuar në studio dhe panelistët për temën e parë. Kam kënaqësinë të kem në studio kreun e Partisë Demokratike, zotin Art Doga. Përshëndetje kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësi. Për herë të parë ju kam në program, do të ndalemi tek zhvillimi i aktualitetit. Gjithashtu në studio kam analistin Fatmir Merkoçi. Përshëndetje, kënaqësi. Kënaqësi edhe për mua që. Doga, po nis me ju, sikur se thash edhe për të respektuar në një farë formë se herë e parë që kam në program tani. Një luftë ose atribuim që i bëhet gjithmonë Partisë Socialiste për mbështetjen që ata marrin nga oligarkët. Këtë herë duket që oligarkët nuk janë krah vetëm të Partisë Socialiste, por edhe të opozitës. Ç'është kjo punë me këto detajet e reja që ta lindosje? Normalisht oligarkët janë në drejtën e tyre të biznesit, për fatin e keq që politika shqiptare i ka detyruar ato në një farë mënyrë kur nuk ke standarde, kur nuk funksionon ligji, kur s'funksionon konkurenca, por është kryeministri i sparit ai që cakton radhën për to nëpërmjet aferave korruptive për fatin e keq, e bën në një farë mënyrë të gjithë politikën PiS, por për jetë realitetit në qeverisjen e zotit Rama ka pas një qeveriditje të organizuar, mund të them, për faktin që ky i dojtonte oligarkët, i thirrte në takime, ju caktonte dhe ju ndante punët e tyre, bëte edhe shpeshherë edhe pazaret me to, dhe kjo krijoi një klimë jo fort optimale edhe për ato, për faktin që u prish konkurrenca, pra janë vetëm, mund të them, maksimale 10-15 persona, të cilët marrin tendrat tek qeveria dhe të pushtetit lokal, të tjerë që kanë jashtë mundësive që të futen me konkurrencë, me rregulla loje, pra që shihen tash marrën. Është proces i trashëguar ky apo është krijuar tani më thoni ju? Se kam përshtypjen që është disi i trashëguar në gjithë këtyre viteve të kësaj periudhe. Ka një lloj trashëgimie, por që është kthy në mënyrë institucionale, është kthy këto vitet e fundit për hir realitetit, se në vitet kur qeveriste zoti Berisha apo e Gjatha apo edhe përtej në kohën e Fatasnanës, nuk kishte një klasë oligarkësh, kishte gjithë to që kanë pushtuar sot Shqipërinë, rendin edhe këto ndaj konkurrencës, ndaj shtigjeve, ndaj mundësive ndryshe, nuk diskutohet që edhe atëherë ka pas privilegje nga politika se s'mund ta bëj ndarjen bardhëzi për anët, por ajo që më të vërtetë u kthye në një gangren është keqpërdorimi i tyre, pra që kjo është ajo që shqetëson opinionin që këto oligarkë janë përdorur edhe për fushat elektorale, edhe për sponsorizime edhe të fsheta, pra edhe informale, që çfarë e ka bërë Partinë Pushtet të ecin disa hapa përpara, apo edhe Partinë Demokratike, se nuk është se i përjashtoi nga pra politikën në tërësinë e vet. Përgjithësi politikën, po dy partitë kryesore, gjithë secili prej tyre e ka parë tullës që t'japin dy thas të njëri, po i gjysë thësit edhe të tjetëri. Kjo ka qenë pak a shumë ai standardi kriminal më në quaj, që të s'ka garë pasaj, kur këto interferojnë edhe në politikë, nëpërmjet financimit, nëpërmjet mbështetjes, nëpërmjet organizimit të gjithë asaj armate që ata punojnë, mendojnë që edhe bindjet e tyre do t'i komandojnë to personazhe, janë bërë të rrezikshëm, pra në aspektin e ndërhyrjes në politikë, që biznesi është tjetër, kur ka fushën e vet, kur operon bazë të rregullave, apo edhe nëse ka një lloj përkrajet nga pushteti, por jo duke u bërë pjesë me Partinë Pushtet për të ndryshuar realitetin e politikës shqiptare. Jo, më ka solla si paralelizëm se gjithmonë ka qenë për Partinë Pushtet. Gjithmonë ka qenë Partinë Pushtet dhe gjithmonë ka qenë oligarkët, unë jo më koti kam qytë oligarkë partije, të vendosur nga partia, dhe oligarkët të cilët gjithmonë kanë qenë financuesit të politikës shqiptare dhe që kanë vendosur në politikën shqiptare. Sot, ndoshta bëhet se gurguleja apo e keqe nuk vjen brenda ditës, po vjen hapasapi, dhe në politikë, sidomos në politikë vjen gjithmonë hapasapi, dhe po të shohim të gjitha oligarkët që sot janë
janë të Ramës, dikur kanë qenë Berishës, Partisë Demokratike. Financuesit e Partisë Demokratike, të cilët financojnë dhe financojnë në të dyja krahët. Kjo është e vërtetë që thotë Nali, që financojnë nga të dyja krahët. Dikujt më pak apo dikujt më shumë nuk ka rëndësi, po të dyja financojnë politikën për ta pasur politikën nën kontroll. Pra, kushdo që të fitojë, për ta nuk ka rëndësi se kush fiton, për ta ka rëndësi që të vazhdojmë dhe të jemi oligarkët e partisë. Dhe po t'i vini re, në të gjithë ato që kanë dalë deri më sot, janë të gjithë këta oligarkë të cilët çuditërisht vesh i vetmi vend në Shqipëri që ndodh që brenda 30 vjetësh ti të bëhesh miliarder, të bëhesh milioner, nuk di se si, por janë të vendosura nga partia, nuk është se janë vendosura, këta janë klanet. Unë ja u kam deklaruar që 3 klanë udhëheqin në Shqipërinë. Klani i Sikapos, klani i Enver Hoxhës dhe klani i Armizelis. Dhe në këtë kuadër vazhdojmë akoma. Edhe të përmbledhur të gjithë në një fjalë të vetme, themi i është klani Sorosit që komandon politikën shqiptare për 30 vjetë. Kështu që nuk më bën përshtypje që dalin emrat e këtyre oligarkëve dhe